edhe ju me uni mirë, sa ma shpejt që tjetë e mundshme. Edhe unë besoj që kushdo që i fiton zgjedhjet në çfarëdo niveli, mesazhi i parë duhet me shku mesazh për afrimi, me i thy shtizat atë natë, për shkak se normal që në fushat mundet më përdor gjuhë edhe pak ma e ashpër, ku ta di unë, në fushata përdoret gjuha ma e ashpër, jo gjithçka po përdoret, okej, po pajtohemi. Po në momentin që mbyllen kutitë e votimit, duhet me pas kulturë politike të tillë që me i thy ato shtiza, për shkak se atyre me njëherë kalohet në fazën tjetër. Kjo është faza krijimit. E dim s'ka ndodhur atë Zot Xhini. A besoni si pikërisht për shkak kësaj fjale s'ka më shku asnjëri dikush pi partive politike? E s'ka nëse shkon dikush. Shiko, sikur të kish qenë ata ka thonë hajvana, domethënë është një fjalë që pas pakti kemi besuar, kemi pritur që mund të ndodhë dikush sikur Zoti Kurti. Po çe po ndërtoj një situatë tjetër. Sikur gjithçka të kish qenë në suaza të normale, para zgjedhjeve. Sikur gjuha të kish qenë normale para zgjedhjeve dhe gjatë qeverisjes, edhe për një moment diku i ka shpëtu një fjalë. Njerëzit nuk e marrën edhe aq serioze. Ka mujt me i shpëtu një fjalë dikuj, mirë po ajo fjalë ka qenë veç vazhdimsi e gjuhës e cila është përdor për 4 vite edhe para 4 viteve, do thotë prapo është e njëjta situatë. Çka nëse shkon dikush për 2 partive të mëdha në koalicion pas kësaj fjale? Krijohet qeveria. Ka thjesht. Krijohet qeveria. Shiko, po tham diskursin. Folëm për konsistencën, apo edhe para se më janis kamerat, mu në shembull ju sovjet në politikë, nuk e bëjmë ashtu se një dekadë në emision, folëm për eksperiencat, folëm për elitën e kaluar politike, gjeneratën e juve, gjeneratën e re çkarçat. Çka në aspektin e percepcionit edhe të konsistencës, çka do të thotë? Mas ka këtyne polemika, mas ka këtyne deklaratave, Zoti Xhini. Kur krijohen rrethanat edhe ndodhin ngjarje të ndryshme, po supozojmë për një moment. Amo duhet me provu në politikë, duhet me provu me mbajt fjalën. Jo më në politikë edhe vetë, edhe e di që nëse i premton 100, mundesh me zbrit deri në 80. Okej, po nuk mundesh me zbrit në 10 dhe 20. Më thonë, tasaj që e premton që ki me e bu. Nëse ka kthime më thonë, nëse për 180 shkallë kthehen premtimet, atëhere po krijohet përshtypja edhe te qytetari i Kosovës që nuk ki kuj me i zonë bes. Një zonë bes. Se thojnë diçka tjetër, kret diçka tjetër. Domthon tërtol narrativën në një dëm tjetër i madh. Si pat konferencë sot njerit numër 2 në lëvizjen vendos që zotit Konjufca ishte takimin kuadër të postit i si kryeparlamentar, po e pam deklaratën e tina, mazi deklaratat të cilat kanë qenë deri dje, se tashmë i ka numrat. Zoti Konjufca tha sot konkretisht zyrtarisht tha me sa duket tha nuk i kemi numrat edhe kemi të pamundun me bo qeveri. Stating the obvious, thojnë në anglisht, ka thonë diçka që gjithkush po e din, e deri sot, veç vetë vendosja nuk e ka thonë. Ata deri sot kanë thonë që i ka numrat. Nuk besoj që ka njëri në Kosovë që nuk e ka ditë që duhet me ndërtu koalicion se nuk i ka numrat. Sot ka thonë Zoti Konjufca diçka që e kanë ditë tonë, veç vetë vendosja nuk e ka thonë. Nuk ka qenë një risi, nashta risia është që e murë guximin me thonë, po ta shpytja çfarë guximi, çka me thonë? Me thonë diçka që tonë po e dim. Ajo që pashur është që aty u nisa pak a shumë kur thash që janë çështjet manipulimit të opinionit publik. Shikoni, në çdo shtet edhe në shtetet më të mëdha në botë, kur ka aludime serioze, ipen disa fakte dhe nuk thuhet që është informate klasifikume se kush po i bën presion deputetëve. Jo, informate klasifikume ka qëndash me qenë sa drona i kemi. Nuk është informate klasifikume as pasuli, as kush po i bën presion deputetëve. është diçka që në këtë botën e kishtë thonë dikush. Po më duket që kjo është një masë ose nisje e manipulimit, ndërtimi narracionit që jemi mësu me to. Po thonë, së zoti kënju, sa filloj ndërtimi narracionit? Po filloj me ndërtu narracionin që po ju bëhet presion deputetëve mos me ardhë me ne, këta tjerë s'po dojnë me ardhë me ne, Serbia o kundër nesh, ta e në kundër nesh. është narracioni kotë për nerë, nuk ka të bëjë me realitetin, po si do qoftë, unë këto e posh, nisje e ndërtimit të situatës të një justifikimi edhe të një fajsimi tjerëve pse eventualisht nëse nuk mund të kryej qeverin vendosja, cili ka me qenë justifikimi. Do të është nisje e justifikimit për ndonjë dështim të mundshëm. Këto e poshëm. Këtë që ka poshish kjo? Sot ftesa ka qenë kanë marrë pjesë nivel në kryetarësh me kryeparlamentarin,
edhe pse kryeparlamentarët ende nuk I kemi emrin e kandidatit për kryeparlamentar, pyetja është rreth zotë Gjini, a do t'ja votoni lëvizjen vendosje kryeparlamentar masi veç tash kushtetuta e Kosovës e parashe votimin, edhe është pikërisht e Ekleska për cilën po flitet, edhe ndërtohen konspiracione që mundna me shku drejt bllokimit të institucioneve. Nëse do të pyetem unë, po, nëse propozojnë, duhet me votu kryeparlamentarin, cilin do që propozon lëvizjeve të vendosje, për me kalu në fazën tjetër, që është faza krimit të s'kini qëndrim komplet. Për thatë, nëse pyetem unë... Nuk e kemi marrë këtë qëndrim, nëse thëmë kështu nuk e qes para këtit krymë partinë, e di që shumica mendojnë që nuk ka logjik me u bo ne shkaktari prolongimit proceseve të themelimit krimit institucioneve. Pyetja tash është më rejta. A besoni të ditë që Kleska është pikërisht rrezikuar? Kushtetucja nuk parashe kohë edhe seancë deri në sa herë mund të provohet që parashe për mandatarin. Gjithë Kleska ka thonë që lëvizja vendosur mund të bllokojë pikërisht krejt procesin, duke mund se propozu kryeparlamentarin. Çka nëse shkojmë drejt skenari, do t'i dini? Po mendoj që është teknikisht sa tha nuk e ka emrin. Teknikisht është I mundshëm ky skenar. Kish me qenë politikisht I turpshëm. Çka unë kam qenë pjesë e komisionit kushtetues. Jo gjithçka ka kalu nga secili prej nesh për shkak se ka aspekte shumë profesionale. Në komision kushtetues unë kam qenë një prej përfaqësuesve politik, për shkak se kushtetuta është edhe kontratë politike, është marrëveshje e forcave se çka është vendi, çysh qeveriset vendi. Ka pas provizione për cilat kërkuin botë nuk I ke shku mendja që munden me ndodh. Ku I ke shku mendja në vitin 2007, që një ditë caktuar një parti që I ka fituar zgjedhjet nuk don me zgjedh kryetarin e kuvendit. Dhe tash gjendemi në situata të këtilla. Këto janë çpikje të Ballkanit, çka kemi me bo. Edhe duhet tash me shkru çdo fjalë për gjithçka. Çka ndodh nëse bëhet kështu, çka ndodh nëse bëhet, asnjë kushtetut nuk ka kaq shumë provizione. Çfarë po kërkohen prej nesh, për shkak se çe ndodh që partia që I ka fituar zgjedhjet s'don me propozu kryetarin e kuvendit, se ka opsione tjera në mendet vetën, edhe ne bllokohemi. Zoti Gjini, deri më sot është ndërtuar narrativa si tashmë këta I kanë votat. Nuk është kallëzuar qysh ka tek. Patëm filluar edhe kundër përgjigjet dhe shqetësimet me të drejtë partive opozitare që po negociohet me deputet të tyre për t'i bërë numra të mjaftueshëm. Sot zyrtarisht në kryetari I parë I lëvizjes vendosje, zoti Klau Konjuca, deklaroi tas me sa duket nuk I kemi numrat. A ka në lëvizje të opozitës? Tashmë zyrtarisht po vret që nuk e ka. Kushtetuesja parashe opozitën. Tash trotë pyetje. A ka pas në lëvizje? Nëse nuk ka në lëvizje, sot do të më marrë. Tash seriozisht, zyrtarisht, partia e cila ka dole para, zyrtarisht është hera parë pas përfundimit të zgjedhjeve, që deklarohen, po, me sa duket, nuk mundemi me bë qeverinë. Çka po vret opozita? Tash trohet pyetja, ku është opozita në këtë momente? Sa është serioze mos pozicioni, mos qëndrimi deri me tani. Nuk e di çka ka më ndodhur deri mbrëmje, po është ora 6:20. Konferenca ka ndodhur diku në orën 9. Jo në 5 orë në pyetje. Jo në 5 orë, kozat, në janë politik, zoti Gjini.